po marshojnë në bulevardin kryesor në drejtim të qendrës. Edhe ditën e sotme, kërkesa numër 1 e të gjithë protestuesve që ndodhen përpara kryeministrisë është kryeministri të dorëhiqet. Për gjithë njerëzit që më njohin, ju e dini shumë mirë që unë kam shumë vite që punoj si kameraman dhe dihet që kanë bërë protesta pafund, që nga viti 99 dhe deri më sot. Po si kjo protestë që shkon deri në fund kryeministrisë dhe nuk dihet ku është koka, unë nuk kam parë. Që ta dini ju, këtë javë është java e Izraelit në Shqipëri. Dhe për këtë arsye ju e dini shumë mirë që këto kanë vënë flamura siç vjen dhe për të gjitha shtetet e tjera. Po ta lexoni këtu është një tabelë që thot kujdes mos se prek sepse është provokim. Po shkoputen pa nga protesta që të tregoj biznesin më fitimprurës për momentin në protestë. Shikoni këtu, shiten flamurat Shqipërisë dhe sipas shitjeve nuk kanë shitur as kur fito kombëtare kaq shumë sa kanë shitur te ky protestë. As nuk kanë parë as një protestë në Shqipëri që të fitojë respektin e shoferave që bllokojnë në trafik. Të gjithë janë veshur me të kuqe sepse duket si një protestë që është thirrur nga Shqipëria. Edhe kush nuk ka flamur, ka veshur një bluzë kuqe si kjo e digjitalit për të treguar mbështetje ndaj Adeut. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.